Kryeministrin detyr Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë akuzoi Serbinë për ndërhyrje të rënda siç tha ai në procesin zgjedhor të Kosovës, duke cilësuar ndikimin e saj më të rëndë se ndërhyrjet e Rusisë në Europë. Ai përmendi raportin e misionit të Bashkimit Evropian për zgjedhjet e 9 shkurtit, ku u evidentua ndërhyrjet serbe, si dhe kritikoi mungesën e reagimit nga Bashkimi Evropian. Sipas tij, fakti që Serbia nuk është e sankcionuar, po e inkurajon atë të vazhdojë me sjellje të tilla. Ndërhyrjet e shteteve të tjera janë forma të cënimit të demokracisë dhe sovranitetit të atij shteti. Megjithë këto, Serbia nuk ka patur asnjë pasojë nga Bashkimi Evropian, prandaj ajo nuk po e ndryshon sjelljen. Kjo ndërhyrje që bën Serbia tani është më e rëndë se sa e Rusisë në Europë, ka deklaruar Albin Kurti. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi Kosovën dhe Serbinë, kemi të ftuar zotin Korab Blakaj. Korab, përshëndesim. Përshëndetje dhe për Faleminderit. Korab, për ta nisur me insertin, pra Kryeministri i Kosovës Albin Kurti jo vetëm ka akuzuar Serbinë, por edhe ka kritikuar nga ana tjetër Bashkimin Evropian për mungesë reagimi, duke thënë se heshtja e Bashkimit Evropian pra që po jep Serbisë imunitet politik, pra një mesazh që duket i drejt për drejt ndaj Brukselit. Pyetja është nëse apo tenton tashmë Kurti pra të vendosë një presion diplomatik mbi BE-n për të zgjeruar sigurisht pra një reagim politik, apo kjo është thjesht një strategji për opinionin e brendshëm kosovar? Unë mendoj që këto gjëra që i thot kryeministri janë të gjitha të vërteta. Ato që shihen në teren janë ndërhyrje të njepasnjeshme të Serbisë brenda Kosovës, sidomos me këtë organizatën politike Lista Serbe, e cila është institucion i drejt për drejt që merret nën kontroll dhe dirigjohet drejt për drejt nga presidenti i Serbisë. Unë mendoj që janë të vërteta edhe ato gjetje të raporteve, sepse ka lëvizje jashtëzakonisht interesante në komunat serbe, që nga ato ku shteti i Serbisë u jep ndihma sociale votuesve të listës serbe, edhe deri te përmendja e 400 vendeve të reja të punës, domethënë në sektorin e shëndetësisë dhe gjërat e tjera, të gjitha këto, plus kemi parë edhe disa videot që i kanë regjistruar si të themi njerëzit e listës serbe vetë me qytetarët serb në veri, duke u premtuar atyre ose duke tentuar të blejnë votat e tyre, qoftë me ndihma humanitare ose qoftë me ndonjë të mirë tjetër materiale. Të gjitha këto janë të ndaluara në sistemin e demokracisë, nuk lejohet të ndërhyhet në vullnetin e popullit me këto lloj ndërhyrjesh. Prandaj edhe Bashkimi Evropian që i zbaton të gjitha këto ndalesa brenda vetë BE-s, nuk ka pse ja kërkon Kosovës domethënë mos reagimin. Prandaj reagimi i kryeministit është i drejtë, sepse ne mund të vëmë në kujtesë edhe ngjarjet me AFD-n gjermane, ku përpaksa nuk u shpall parti jo kushtetuese për shkak të ndërhyrjeve apo ndikimit që pati Rusia në zgjedhjet e fundit në Gjermani. Pra, domethënë kërkesa e Kurtit ndaj BE-s është kërkesë korrekte dhe ata duhet të reagojnë me gjitha këto gjëra që po ndodhin. Është kërkesë korrekte, po a mundet që të përshkallëzoj, po them, tensionet me Bashkimin Evropian dhe sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo retorikë e kryeministrit? Unë mendoj që Kosova duhet të vazhdojë të jetë parimore, pavarësisht se çfarë vjen nga BE-ja. Ne kemi kuptuar demokracinë njëjtë sikur shtetet e tjera dhe duam ta zbatojmë me të njëjtin standard që zbaton Gjermania, Italia, Franca dhe të gjitha shtetet e BE-s. Prandaj, nëse ka një moral të dyfisht, le të ketë një moral të dyfisht nga ana e tyre, por kjo gjë duhet edhe të ekspozohet nëse ata vazhdojnë domethënë që t'i kërkojnë Kosovës ose t'i bëjnë Kosovës kërkesat që janë në kundërshtim qoftë edhe me demokracinë ose me vetë metodat që ata i zbatojnë për vendet e tyre.
Korab, nga ana tjetër në arenë ndërkombëtare një deklaratë të tillë pra nga Kurti është edhe mesazh politik sigurisht edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, pra ku thot ose na mbroni ose ndikimin serb do të thellohet. Apo përpiqet tashmë Kurti të rikthejë Kosovën në qendër të vëmendjes? Kur kemi kësi deklaratë që me këto fjali nuk është problematike Serbia, sepse Kosova përballë Serbisë edhe në ditët e saj më të vështira ka ditur dhe ka mundur të bëjë ballë dhe të gjindet. Problemi i Kosovës dhe i shqiptarëve në realitet nuk është Serbia e vetmuar, por është Serbia me Rusinë. Dhe kur kërkohet ndihma e Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe e Bashkimit Evropian, kërkohet ndihma e cila do të përballojë këtë luftën hibride që e bën Serbia me ndihmën e Rusisë. Prandaj kërkesa, edhe kjo kërkesë mendoj që është e drejtë. Kosova nuk mundet vetëm dhe nuk i ka kapacitetet e saj të mjaftueshme për të përballuar të gjitha sulmet hibride që i bëjnë këto shtete, sepse unë mendoj që edhe vetë Evropa, Bashkimi Evropian, të gjithë po reagojnë të bashkuar dhe kanë krijuar edhe mekanizma të përbashkët, qoftë brenda NATO-s, qoftë brenda BE-s, për të luftuar luftën hibride që e bën Rusia ka Shqipërëndimit. Prandaj Kosova duhet të ndihmohet dhe ne kemi nevojë të ndihmohemi që të përballojmë sulmet e luftës hibride që i bën Serbia, por e ripotencoj edhe një herë, jo vetëm Serbia vetëm, por Serbia bashkë me Rusi. Për të kaluar në një tjetër çështje që sigurisht ka lidhje me Kosovën dhe me Serbinë, autoritetet më të larta të Serbisë kanë reaguar ashpër pasi Kosova bleu nga Turqia mijëra dron kamikaz lufte të tipit Skydagger. Pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës tashmë janë të trajnuar për t'i përdorur ato. Pas reagimeve të presidentit Aleksandar Vučić, zonja Osmani e quajti paturpsi sulmin e Serbisë ndaj Turqisë, një vend antar i NATO-s. Apo shndrohet Turqia një vend, një lojtar i drejt për drejt në ruajtjen e ekuilibrave të Ballkanit dhe a afron kjo gjë Kosovën me NATO-n më shumë? Shikuar nga aspekti i NATO-s, Turqia është vendi i dytë ose forca e dytë brenda NATO-s. Pozicioni i saj strategjik ja ka dhënë këtë komoditet Turqisë. Është shteti i parë i cili është pajtuar me politikat e 2% të bruto produktit për të investuar në ushtri, në mbrojtje në kohën kur i gjithë Bashkimi Evropian nuk donte që të investoheshin dhe nuk pranonte kërkesat amerikane dhe të NATO-s, domethënë që të investohej 2% e bruto produktit në ushtri. Prandaj çdo bashkim ose çdo bashkëpunim me Turqinë si aleat kryesor, si forcë ndërkryesore brenda NATO-s e afron Kosovën me NATO. Ato që deklaron presidenti Vučić që është një neo-otomanizëm që ne kemi marrë, domethënë mesazhin, janë, si themi, diskurse dhe logjikës, si themi, logjikës së ngushtë të Serbisë. Nuk është e vërtetë që Turqia ka një politik neo-osmane, sepse ajo politike në jashtme e ka të orientuar, domethënë, edhe drejt Bashkimit Evropian, domethënë, të paktën zyrtarisht. Prandaj ajo deklaratë e zonës Osmani, domethënë që e ekspozon edhe një herë narrativën serbe, është mirë së ardhur, ani pse duhet të shtohen këta zëra, do duhet të reagonte edhe shteti shqiptar në këtë, sepse kombri shqiptar e ka shtetin e Turqisë, historikisht e ka aleat ndër aleatët më të besueshëm dhe është një aleat që në doktrinat e sigurisë të Shqipërisë dhe të Kosovës konsiderohet si aleat strategjik në fushën ushtarake. Prandaj ne duhet të jemi mirënjohës për lejimin e këtyre dronëve që i mori Kosova, spari për marrëveshjet, për trajnimet që po i bën Forcës Sigurisë Kosovës, por edhe Forcës Ushtrisë së Shqipërisë, ku një numër tepër i kadetëve oficerëve trajnohen nëpër akademitë ushtarake turke. Mendoj që do duhet të vazhdohej edhe në tutje, ani pse këta dronë nuk kanë pse shqetësojnë Serbinë, sepse nuk janë dronë të dizajnuar për të luftuar në thellësi të gjata, janë dronë që fluturojnë relativisht
kurt dhe domethënë përdoren për luftime qoftë të shpejta, por ju nuk janë nga ata dronët të cilët mund të fluturojnë për orë të tëra dhe mund të godasin qoftë në Beograd ose diku tjetër, anëpse janë të markës Bayraktar. E qartë, mirë, Kora, përpara se ta mbyllim sepse jemi në minutat e fundit, Turqia është partneri ushtarak i Kosovës, por edhe anëtare e NATO-s, pra shëruan dhe raportet të shëndrueshme me Serbinë në ekonomi. Si mund ta menaxhojë vetë Ankaraja këtë ekuilibër delikat kur njëra palë e sheh pra si garant të paqes, ndërsa tjetra si një kërcënim për stabilitetin rajonal? Turqia e presidentit Erdogan e ka thënë qartë fjalën e saj. Para disa ditësh presidenti Erdogan i është drejtuar me një mesazh presidentit të Serbisë Vučić, ku i tha që në rast se preket Bosnja dhe Kosova do të ndeshet edhe me 100 milion turq. Në kuptim të kësaj, domethënë në vërtetim të kësaj fjale erdhën edhe dronët, edhe pse erdhen më herët se sa që ishte koha të vinin, domethënë do duhet të vinin në janar ose në shkurt të vitit 2026 dhe erdhen domethënë në këtë muaj. Kjo edhe për ta vërtetuar atë fjalën e presidentit Erdogan. Ndërsa sa i përket ruajtjes së ekuilibra, unë mendoj që në një gjeopolitik që po ndryshon, kombet do të kthehen në aleancat e tyre historike dhe nëse do të ndodhë ndonjë, si themi, ndonjë konflikt qoftë botëror, qoftë ballkanik, të gjithë do të kthehen në ato aleancat e tyre historike, sepse ato janë të vërtetuara dhe të besueshme, dhe në këtë kuptim Serbia nuk ka çfarë ndron që të ketë Turqinë si mike ose si partnere, sepse ajo është partnere mike e besuar e kombit shqiptar dhe një armik historik i elementit slav dhe i Serbisë në përgjithësi. E qartë, mirë.